Albin Kurtit, I ke kënduar dhe Albinit? Të gjithë do, njëjtë barabartë. Si ka mundësi se Hashimi dhe Albini janë armiq politik? S'ko lidhje, nëse jam armiq me kërkënë, në krejtë Shqipërinë, krejtë Kosovën i kom këndu. Krejtë janë të mirë për mua dhe fënë kjo punë. Një gjë për Albinin? Një gjë për Albinin? Albini Kurtin e ga Prishtina, ja pat friken Milošije Serbia, vede vendosja jo një krenon, me Albini Kurtin heroi gjallë. Ue, Lida Morina, Dhe sigurisht, e fillove me këngë për Edi Ramën, Linda. Vazhdove me Berishën, vazhdove me Hashim Thaqin, vazhdove me Sajmir Tahini, vazhdove me Albin Kurtin. Mirë. Por sigurisht që nuk duhet të lëmë sonte pas dore. Njeri unë të cilin ti e ke dash gjithmonë. Dhe vazhdo të duash akoma në kuptimin të respektosh dhe ti këndosh. Komandantin e luftës shqiptare, Enver Hoxhën, udhëhesin e Shqipërisë. Po, që ti ke bërë një këngë, Linda, dhe para s'ta këndosh zemër dy rena dhe për Enver Hoxhën, unë sigurisht që për të informuar publikun, do lexoj tekstin që ti ke bërë për Enverin. Se nga Enveri kanë dalë gjithë të tjerët që janë sot, duhet thënë që Enveri ishte mi madhi, ombrella e madhe, këta janë të gjithë që në familje imitojnë Enverin, jo të gjithë, po për shembull, e dramën po ta shohësh, i ngjan shumë Enverit kur flet, kur bën. Kujdes. Shiko, Gjirokastër Lindi Trimi, kjo është kënga që do dëgjoni tani nga Linda për Enver Hoxhën. Gjirokastër Lindi Trimi, Enver Hoxha djali i Halilit, Shqipëri ka qenë krenare, me Enver Hoxhën kryetar. Normal. I ka prio gjithë shqiptarëve lumja shqipe, Shqipja që të pat djalë, legjendar, luftar lirie, Enver Hoxha o emri i tije, Enver Hoxha o ju bote, i thua ti. Reze drite o vepra jote, krenari o kom shqiptar, zemra shqipe je i gjallë. Ti realisht i ndjen këto fjalë kur këndon për Enverin, Linda, apo jo? Po Enveri është kone shumë i mirë. Vërtet? Sot që gjithmonë më ka pëlqyer këthojnë ligjet e tina, si thojnë dë vjetrit si bojnë muhabetet, si thoni jo ata ma të vjetër, ma të moshë. Qartë, po. Thojnë ka pos do ligje shumë të mira. Po që pasaj ka futur njerëz në burë, ka vrarë, kundërshtarët e ti e këto? Jo, ato nuk ke dëgjuar. Ato nuk i kom dëgjuar dhe shumë, po jo Enver Hoxha ka pos një ligj të mirë, nuk i kalon njerëzit me hinë gjëna, me bukeq. Pra, po të ishte sot gjallë Enveri, Linda, ti do votoje për kë? Për Enver Hoxhën, për Edi Ramën, për Hashim Thaqin, për Albin Kurtin, për këtë do votoje nga të gjitha? Cili do ishte personazhi yt i preferuar? Me votu për... Unë e ta unë i respektoj njëjtë. Të gjithë i respektoj? Po në këtë rast, në qoftë se i ditë do të thoshin Linda një këngë për Adolf Hitlerin, do ta bëj një këngë për Hitlerin? Për kanë? Për Adolf Hitlerin. Nuk di gjë për ta. Nuk e njeh Hitlerin? Nuk e njeh, nuk di gjë për ta. Jo. Nuk e di kush është Adolf Hitleri? Jo. Kjo meriton një duart rokiti është.